Madje një tanve. Shumë për jush më keni pyet për rutinën e mëngjesit tem. Çfarë konsumoj në mëngjes? Atëherë, një lugë gjelle me parakia. Një fixhan kapet me kefir natyral. Çdo supermarket ka të vetëm, por edhe ka paketimin e vetë, domethënë. Këtë kam pas marrë te Pami. Unë e shat me sy të shë, por pa bëj për ju. Një fixhan kapet me kefir. Edhe një lugë kapet me kanell. Kaq. Jo, krejt, një lugë, por kaq. Kanell. I përzi. Edhe i la me majt 20 minuta deri një gjysore. Kjo dieta jeme është dietë personalizuar për ata që vuajnë nga fibromialgjia, që unë vuaj nga kjo smundje autoimune. Edhe kjo është mëngjesi jem çdo ditë. Pastaj ha një vezë të zier, pak bukë tepër, 60 gram jo më tepër, edhe 20 gram djath që lyhet buka me ta. Philadelphia ose çfarë do djathë që keni. Në pafshim ditën e mirë.